Ishte viti 2025 për juve? I mirë. Për mua ka qenë një vit shumë i lumtur. Atë 2025 për mua është shumë e mirë, se më ka dhënë 2 fëmijë të mrekullueshëm. Shpresoj që të jetë çdo gjë e mirë si çdo vit që të vi për gjithë shqiptarët. Shumë keq. Edhe as nuk kem shpresa fare se do të vi një vit më i mirë. Shumë e vështirë. Shpresojmë që 2026 të jetë më mirë se sa vjet. 2025 plot mundime. 2025 plot bukuri, ka edhe të mirat e veta, të këqijat e veta. Po, mirë, i mirë. Shumë e mirë. Për juve? 2025 për nesë jo mo zje mo. Mo kesh s'ka as duhet. Ajtë mo, vit mas viti, tu artë, tu bo, edhe mo kesh. Me të gjithë ngjyrat, ishte edhe i bukur, edhe i vështirë. Mirë, shumë e mirë ishte. Shumë i bukur. Shumë e bukur. Çfarë dëshire keni për vit? Shëndet, mbarësi për të gjithë shqiptarët edhe për neve. Shëndet fëmijët, të mëdhenjit të vegjël. Duam të kemi vetëm shëndet. Dëshirat janë shumë të për gjithë. Po dëshira më e mirë për mua është shëndeti. S'duam asgjë tjetër. Shëndeti mbi të gjitha për ne. Dëshira është kjo që të ngrenë rrogat. Dëshirat janë të mëdha po inshallah rregullojnë për gjithë. Kemi shëndet në radhë të parë, na shkojnë varë të gjithë. Kjo është e gjitha. Inshallah na dali fati moj, se ngellën beqar. Nuk e di se kam menuar akoma. Për këtë vit them drejtën i kam gjitha shumë mirë. Është i vitit e vit i ri, inshallah na i plotso pensionistave herën radhë parë. Kush është i smur me spitale me kështu? A në fund doja që për gjithë njerëzit të ketë një rrogë mjaftueshme që gjithë njerëzit për shkakun të kenë mundësi dalin edhe të bëjnë qef. Ose të pëlqen familjes, kënë kushe që minimale, kushe që duhen me qenë. Kam një ëndër dhe shpresoj Zotit ma realizoj atë ëndër që kam. Po, tjetë i vit sa më i mirë. Në rastin e festave bëhet dhe dhurata, të keni menduar dhuratën që do bëni? Akoma jo, po do t'i bëjmë dhurat, kalamaj me vegjël. Me thënë drejtën i kemi në makinë, kemi bërë shumë dhurata sot. Nuk e kam menduar sepse jetoj në Itali edhe do ikë shpejt edhe nuk kam menduar akoma dhuratë. Kemi shumë mendime, po akoma se kemi vendosur. Pare, me të qitur të lëmbace. Për dhurata ime për njerëzit është që të kenë sa më shumë dashuri dhe harmoni, kaq. Do bëj një bizilik, besës time. Po pa tjetër, i kemi bërë dhuratat, gati. Me qa me i bon dhuratat? Me pensioni 100.000 lek? S'bon dhuratat, as i gjon s'bon me të. Inshallah, as i laqët s'ne dolin. Aj, sa me thonë, i dhuratë e vogël, aj që rëndësi ka që dhuratën e kena bërë, kena marru. Disa i kanë bërë dhe disa janë për Krishtlindja. Po, i kemi bërë. Nipëve, mesave. Për 2026-ën, çfarë do doni të thonit? Ju uroj gjithë mirat njerëzve. Përgjithësi, miru bashkë. Të kemi shëndet, jemi mirë, edhe gëzuar gjithë njerëzve, t'jenë të lumtur. Inshallah Zoti i Madh që në qiell na i plotëson dëshirat, na i rrit pensionet, na i jep shëndetësinë më me rregull, se kjo është. Ju uroj gjithë shqiptarët gëzuar vitin e ri dhe marrësi patçin gjithë shqiptarët, se jena gjithë gjak edhe mboj qefi që gjithë shqiptarët ta kenë terezimo. Mesazh për 2026 në uroj të gjithë shqiptarëve, kudo ku ndodhen në të gjithë botën, shëndet, lumturi dhe gjithçka që ju do zemrat i realizohet. Urojnë bëhet sa më mirë edhe nga qeveria dhe nga njerëzit. Urojmë të bëhet vit më i mirë se ka qenë.